tjetë. Për të mësuar diçka më shumë për gjendjen e ekipit të femrave në futboll, por edhe atmosferën e ndeshjes, do të lidhem me njëherë me Lucie Gjinin, zëvendës trajnere. Lucie, të përshëndes, faleminderit që gjete pak kohë për të komunikuar dhe për të përcjellë këto emocionet përpara ndeshjes. Të lutem, më thuaj si është gjendja e ekipit, edhe këtu e kam fjalën jo vetëm për gjendjen fizike, por edhe për atë emocionale. Përshëndetje, gjendja fizike e vajzave shumë e mirë, gjithashtu edhe gjendja emocionale, ato janë me këmbë në tokë, e kanë vlerësuar maksimalisht të ndeshje, për arsye se kjo ndeshje vlen shumë për ta, që ato që qëndrojnë në Ligën B, ku ato gjithmonë e kanë ndëruar këtë gjë. Në qartë, ju tashmë keni mbërritur në ambientet e stadiumit ku do të zhvillohet ndeshja, më thuaj pak për këtë fazën para përgatitore. Sa kemi ardhur në stadium, gocat sa po dolën në fushë, panë fushën, e kanë studiuar mirë, sepse di kemi bërë shërbitjen e fundit këtu, tani janë në dhomët e zhveshjes, po përgatiten për të dalë direkt në fushë. Qartë, nëse do të mundesh të kthesh aparatin celular, të shikojmë disa momente nga kjo shërbitje e fundit përpara se vajzat të bëjnë këtë ndeshje, pra të rëndësishme për Shqipërinë, do të ishte ekskluzive dhe do të ishte një gjë patjetër pozitive. Për momentin, vetëm fushën stadiume mund të tregoj, sepse ato sapo janë futur brenda për të marrë dhe ato direksionet e fundit që jep trajneri dhe që të dalin gati në fushë. Qartë. Lucie, ju jeni zëvendës trajnere. Ju lutem, mund të thoni dy fjalë për ekipin me cilin do të përballeni ditën e sotme? Ekipi Qiprës nuk është ekipi pa njohur për ne. Vite më përpara jemi ndeshur me ekipin e Qiprës, nuk është një ekip me nivele shumë të larta, mendoj se është një ekip mesatar, por mendojmë se ekipi jon do ta dominojë Qiprën dhe këtu jemi ne të përfitoren. Për mungesat që janë lajmëruar për shkak të pasaportës apo për dëmtimeve, na rrezikojnë, na bëjnë më të dobët? Jo, mendoj se këto dy mungesa, besoj se i kanë dhënë pak motivin më shumë vajzave shqiptare që të përforcohen dhe ta kalojnë edhe këtë sfidë që mund të them që ishte një sfidë penguese për këto dy vajzat që nuk ishin me kombëtaren tonë. Besoj se këto vajzat tjera janë akoma më shumë të motivuara për këtë gjë dhe mendoj se do dalim me rezultat pozitiv. Qartë, a mund më thoni diçka për skemën që do të përdoret sot në orën 18 përballë Qiprës? Skema nuk është se ka ndonjë ndryshim, ne gjithmonë do luajmë me skemën 4-2-3-1, siç ka luajtur gjithmonë kombëtarja e femrave, nuk është se ka ndonjë ndryshim në lidhje me skemën. Rezultati për të ardhmen e ekipit ka rëndësi në këtë fazë që jemi? Normalisht, me fitoren e të dyja ndeshjeve, ne qëndrojmë përsëri në Ligën B, i cili është edhe objektivi jonë për këto dy ndeshje. E qartë. Unë falenderoj shumë, Lucie, dhe patjetër që jemi me ju, duke ju mbështetur edhe duke uruar fitore, me rezultat sa më të thellë, pse jo? Faleminderit dhe juve.